Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1776, veprimtari politik anglez dhe amerikan Thomas Paine boton në Pensilvani esën e parë në serinë e pamfleteve me titull Kriza Amerikane. 1912, William Van Schaag, kapiteni një anije me avull që mori flag dhe shkaktoi vdekjen e mbi 1000 njerëzve, falet nga presidenti amerikan Taft pas 3 vite e gjysmë të kaluara në burg. 1924, Ahmet Zogu me forcat e tij vazhdoi marshimin drejt Tiranës kundër qeverisë së Fanolit. 1924, vrasësi serial gjerman Fritz Haarmann dënohet me vdekje për një seri vrasjesh, i njohur si vampiri i Hanoverit. Haarmann kreu sulme seksuale, vrasje dhe gjymtime të rreth 24 të rinjve midis viteve 1918-1924 në Hanover të Gjermanisë. 1932, BBC fillon transmetimet ndërkombëtare, shërbimi botror i lajmeve si radio e perandorisë britanike. 1941, lufta e dytë botërore, pas humbjeve të vazhdueshme në frontin rus, Adolf Hitler merr përsipër rolin e komandantit të përgjithshëm të ushtrisë gjermane. 1956, mjeku me origjinë irlandeze John Botkin Adams u arrestua në lidhje me vdekjen e dyshim të më shumë se 160 pacientëve. Midis 1946 dhe 1956, më shumë se 160 pacientë të tij dëruan jetë në ato që mund konsiderohen si rrethana të dyshimta. 1979, George Nikopoulos, i njohur si Dr. Nick, mjeku personal i Elvis Presleyt, akuzohet se në periudhën para vdekjes i kishte dhënë këngëtarit mbi doza barnash të llojeve amfetamin, qetësues, pilula gjumi dhe hormone. 1983, trofeu origjinal i Kupës së Botës vidhet në Rio de Janeiro nga selia e Federatës Braziliane të Futbollit. 1986, Mikhail Gorbachev, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik, liron nga internimi Andrei Sakharov dhe gruan e tij Jelena Bonner. 1998, Kongresi voton pro shkarkimit të presidentit Bill Clinton, pas gati 14 orësh debati miratohen 2 nene të fajësimit të Clintonit, duke akuzuar atë për gënjimin e jurisë së madhe federale dhe pengimin e drejtësisë. 2001, për shkak të krizës së rëndë ekonomike në Argjentinë, shpërthejnë trazirat popullore. 2016, ambasadori rus në Turqi Andrei Karlov vritet gjatë ceremonisë së hapjes së një ekspozite arti në Ankara. Vrasësi Mevlut Mert Altintash qellohet për vdekje nga forcat turke të sigurisë. 2016, një sulm terrorist me kamion në Berlin të Gjermanisë vret dhe plagos shumë njerëz në një treg të Krishtlindjeve.